studimi joni i fundit, ku unë jam autore e parë dhe bartëse main investigator, hulumtusja kryesore e studimit, ka vërtetu që e normalizon edhe volumin e tiroidës, madhësinë e tiroidës. Është pa që në fazat e para të tiroiditit Hashimoto, edhe të gjithë edhe ankohen, në ato fazat kur gjandra hala ka qeliza shumë të padëmtuara, ato shumë qelizat që janë padëmtuara, ato duke u munu me kompenzu funksionin e atyre që janë dëmtu, rritën edhe mundohen me prodhu ma tepër. Në analiza i kemi hormonet mirë, antitrupat i kemi të rritun, se veç ka fillu dëmtimi, dhe në ultrazak, kur e shofim është gjandra me vëllim më të madhë. Dhe pacienti një prej ankesave thotë si me mazon frymën, edhe e njën që e ka të rritun. Dhe fotobiomodulimi në këtë fazë e normalizon vëllimin duke e përmirësu funksionin e qelizave të gjandrës, ato nuk kanë nevoj me jap zërë, edhe me u rritë, po vëllimi normalizohet edhe prodhimi shtohet. E ndihman. E ndihman. Dhe është një proces natyror, sepse është dritë e cila nuk thuhet rasisht nuk ka jetë pa dritë. Dhe kjo dihet prej se egzistojmë. Dhe sikur se procesi i fotosintezës që e kemi mësu në biologji, që bima nuk mundet me jetu pa dritën, edhe kjo është shfrytzu edhe në këtë trajtim. Fotonet, të cilat jipën përmes pajisjes në qeliza, prej receptorve në mitokondrie, absorbohen dhe ato fotone bëjnë që i mi jap qelizës energji dhe me ja ullë molekulat të cilat bëjnë dëmtimin e vetë qelizës. Në këtë mënyrë pra e nëzit procesin e regenerimit qelizës, e uli inflamacionin dhe e përmirëson vaskularizimin e qelizave.